besa nuk është thjesht një traditë shqiptare. Ajo është një fjalë e gjallë që thotë, unë jam përgjegjës për ty. Në historinë tonë, besa ka mbrojtur muslimanët e krishterët nga persekutimi. Ka dhënë stre të huajve, ka ruajtur jetë pa kërkuar kthim. Dhe këtu qëndron mrekullia. Dashuria e Zotit është besa e qiellit. Zoti nuk tha, nëse bën këtë, unë do të jem me ty. Ai tha, unë jam me ty, edhe kur ti nuk je me unë. Besa jonë është një pasqyrë vogël e besës e tij, sepse ai nuk ka nevojë të na japi fjalën. Ai është fjalë. Dhe kjo është arsyeja pse besa nuk vdes kurrë në Shqipëri, sepse ajo rrjedh nga një burim që nuk thahet, zemra e Zotit. Ti ke provuar të jesh i vlefshëm. Ti ke mbajtur fjalën tënde. Ti ke mbrojtur të tjerët. Por a ke ndjerë se pavarësisht gjithçkaje, ti je ende i lodhur? Sepse besa e vërtet nuk varet nga sa ke bërë ti, por nga sa ka bërë ai. Zoti nuk të thot, më treko se vlej ti dhe unë do t'i jem me ty. Ai të thot, unë jam me ty, tani, pa kushte. Dhe kjo është dashuria që shqiptarët e kanë kuptuar intuitivisht. Besa nuk kërkohet, ajo ofrohet. Ashtu si në vitet e erta, kur xhamit dhe kishat u mbyllën, por shtëpit u hapën. Kështu është Zoti. Ai nuk pritesh në pallat, ai vjen në shtëpinë tënde. Ti je larg shtëpisë. Ti je në një vend të huaj. Nuk ke këtë i thash mirëmbrëma. Dhe në atë çast, ti kujton. Unë jam shqiptar. Unë kam besë. Por besa nuk është thjesht për t'i dhënë të tjerëve. Ajo është për t'i kujtuar vetes. Unë nuk jam i humbur. Unë jam i kërkuar. Sepse Zoti nuk të ka lënë. Ai ka thënë, unë jam besa jote. Dhe kjo nuk është poezi, është e vërtet. Ai që ruajti muslimanët nga shkretëtira e egër, ai që ruajti krishterët nga burgjet e komunizmit, sot po të ruan ty. Besa jonë është e fuqishme, por ajo mund të thahet. Kur ti ke dhënë gjithçka, por nuk e marr asgjë. Kur ti ke mbrojtur të tjerët, por nuk e qeni mbrojtur. Kur fjalët e tua janë shfrytëzuar, atëherë besa jote bëhet e rëndë. Dhe këtu, Zoti nuk të kërkon të jesh më i fuqishëm. Ai të ofron të jesh i rifreskuar, sepse besa e tij nuk vjen nga fuqia jote, vjen nga dashuria e tij që nuk thahet. Dhe kjo është arsyeja pse besa shqiptare ka mbijetuar, sepse ajo është ushqyer nga qielli. Feja jote mund të jetë krishter ose musliman, por besa jote është shqiptare. Dhe këtu qëndron bukuria. Feja na thot se të bëjmë, besa na thot kush të jemi. Zoti nuk të vlerëson sipas riteve të tua. Ai të sheh se si ti trajton njeriun e humbur. Në Shqipëri, shumë kanë mbajtur besën pa fe, por kanë qenë më të krishterë se shumë që kanë kaluar në kisha. Sepse feja pa besë është zhurmë. Besa pa fe është gjysma e plotë. Por besa e frymëzuar nga dashuria e Zotit është e vërtet. Ti nuk ke nevojë për një ligj që të thotë të jesh i mirë. Ti ke nevojë për një miq që të tregon se si është të jesh i mirë. Zoti nuk na dha një kodik besë, ai na dha birin e tij. Jezusi nuk tha, mbaj besën, ai tha, unë jam besa. Dhe kjo është arsyeja pse besa shqiptare nuk është ligj, është pasqyrë, sepse kur ti shikon Jezusin që vdes për të huajt, ti e kupton se kjo është besa e vërtet. Ti ke dështuar. Ti ke thyer fjalën tënde. Ti je i turpëruar. Dhe ti mendon, tani unë nuk meritoj besën. Por besa e vërtet nuk varet nga ti, varet nga ai që nuk thyen kurrë fjalën e tij. Zoti nuk të lëshon sepse ti ke gabuar. Ai të thërret, kthehu, unë jam këtu. Dhe kjo është mrekullia e besës së Zotit. Ajo nuk mbaron kur ti dështon, ajo fillon aty. Sepse ai që tha, unë jam besa jote, nuk tha kurrë deri kur ti të jesh i përsosur. Besa është e drejta jonë, por dashuria e Zotit është dhurata e tij. Në kulturën tonë, besa është e lidhur me nderin, por në qiell, dashuria nuk ka nevojë për nder, ajo krijon nder.
Zoti nuk të thot, ti ke bes prandaj unë të do. Ai të thot, unë të do, prandaj ti ke bes. Dhe kjo është liri e vërtet. Ti nuk e kesh besën si detyrë, ti e kesh si kënaqësi. Sepse kur ti e di se je i dashuruar, të bëhesh i besnik pa lodhje. Ti ke pyetur, a do t'i jem kujtuar? Besa shqiptare thot, po, në histori. Dashuria e Zotit thot, po, në zemrën time. Sepse besa njerëzore mbaron kur të vdes ti, por besa e Zotit fillon aty. Ai nuk të do vetëm për sa ke bërë këtu, ai të do për atë që je në të. Dhe kjo është shpresa e vërtet. Ti nuk do t'jesh kujtuar sepse ke mbajtur besën, ti do t'jesh jeshur sepse ai e ka mbajtur besën për ty. Kjo nuk është mësim për të qenë më i mirë. Kjo është thirrje për të qenë i e lirë. Sepse dashuria e Zotit nuk të kërkon të mbash besën me fuqinë tënde. Ajo të thot, unë jam besa jote, tani, gjithmonë, pafund. Dhe këtu besa shqiptare gjen kuptimin e saj të plot. Jo si tradit, por si pasqyrë e dashurisë së Perëndis. Ti nuk ke nevojë të jesh i e përsosur. Ti ke nevojë vetëm të jesh i e hapur. Sepse ai që tha, unë jam besa jote, sot po të thërret. Vini, unë jam këtu. Shumica prej nesh mendojmë se besa është diçka që mbajmë, por në realitet ajo është diçka që rrjedh përmes nesh. Ashtu si uji i burimit nuk qëndron në një enë, por ecën, kështu edhe besa e vërtet nuk mbetet në zemrën tënde, por shkon te tjerët. Dhe këtu qëndron ndryshimi. Zoti nuk të kërkon të jesh mbrojtës i besës, ai të kërkon të jesh rrugë e saj. Sepse besa që mbahet vetëm për nderin e familjes, nuk ka fuqinë e besës që rrjedh nga zemra e dashuruar. Kur ti jesh i e dashuruar nga Zoti, besa nuk është më detyrë, është natyrë. Dhe kjo është arsyeja pse besa shqiptare ka mbijetuar shekuj, sepse ajo nuk vjen nga krenaria, vjen nga dashuria. Nëse ti ke lexuar deri këtu, nuk është nga rastësi. Zemra jote ka dëgjuar një zë që thot, ka më shumë se kjo. Dhe ka, sepse dashuria e Zotit nuk mbaron kurrë. Ajo fillon sot, me ty. Kjo seri nuk ka qenë për të dhënë përgjigje të gatshme. Ka qenë për të hapur një dyer, për të shqiptarin që kërkon të vërtetën, pa frikë, pa maskë. Dhe nëse ti ke ndjerë se kjo histori të ka folur drejt zemrës, ne të lutemi që të bëhesh pjesë e kësaj udhëtimi. Përhaje kanalin Ndriçimi, histori dhe zbulime. Ku feja nuk është rregull, por marrëdhënie. Ku historia nuk është ngjarje e kaluar, por pasqyrë sotme. Ku besa nuk është thjesht tradit, por thirrje e qiellit për botën. Shtyp butonin e përhatjes. Shkruaj në komente. Unë jam gati të vazhdoj kërkimin. Sepse këtu ti nuk je vetëm, ti je i kërkuar.